Vëmendje, kur mos të shkrini pulën dhe gjelin e detit me ujë të nxehtë. Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të shkrirë mishin është ta vendosni në ujë të nxehtë. Megjithatë, a është e saktë kjo metodë? E vërteta është se ky truk nga ana tjetër nuk vlen në rastin e shpendëve. Problemi me përdorimin e ujit të nxehtë për shkrirjen e pulës ose gjelit të detit është se temperaturat shumë të larta rrisin rrezikun e infektimit të shpendëve me baktere të dëmshme të cilat munden që të shkaktojnë helmim të rënd ushqimor. Çfarë mund të bëni ju për të parandaluar këtë zhvillim të pakëndshëm? Shkrini me durim dhe siguri në frigorifer. Sigurisht, siç do ta dini nëse keni provuar të shkrini shpendët në frigorifer, veçanërisht nëse ato janë të plota dhe jo të prera, mund të duhen disa ditë. Pra duhet ta planifikoni shkrirjen në kohë duke llogaritur një 24 orë për çdo 2 kg mish.